Peshqitja Shkodrane është një rrugë të mbarë. Këtë tregon edhe titulli i dytë radhës e kampion me Vllaznin U17, e cila u konfirmua kampione në qytetin e Laçit në një aktivitet që prej herët po zhvillohet në këtë qytet. Me kryetarin e Vllaznis Artur Laçja, profesor Urime, një sukses që ju e keni paremruar edhe më herët. Në radhë parë isha të falenderoj zoti Kasper, ti je një gazetar tashmë i mirë njohur në shumë vite. Unë kam dhënë intervista dhe si sportist, po tashmë edhe si trajner ekipi Vllaznis, tash është një rrugë të mbarë, mas sukseseve të kampionatit të rritënve, U20, tani vjen edhe rradha e U17, ku ekipi doli kampion i Shqipërisë me 4 kampiona, ku vlen të theksohet Antonino Mullisi, cili doli edhe sportisti më i mirë e aktivitetit, duke thyer edhe 4 rekorde, 135 shkputje dhe 160 shtytje. Tashti po konsolidohet dhe si një sportist i padiskutueshëm, ku ne shpresojmë që edhe me Antonino të shpasi kemi shumë shpejt kampionatin botëror të kthejna me medalje. Atëherë, për sa i përket aktivitetit kombëtar, u shpallën kampiona të Shqipërisë, Antonino Mullisi, ishte një djalë fantastik si gjithmonë, Ensar Perroni, Samuel Kola dhe Rajon Perrone, i cili ishte më i vogli i aktivitetit, ku ishte një kënaqësi cili e shfaqi edhe në aktivitet me rezultatet e tija të papamën 9 vjeçar, që 35 shkputje dhe 45 shtytje. Profesor, vetë rezultatet flasin vetë për suksesin, por jeni i kënaqur ju me këtë brezë që po rritni dhe sa premtojnë të jeni në nivelet larta me ekipet e rritura? Tashti ma jam konsoliduar dhe kjo aktivitet ishte edhe për grumbullimin e ekipit U15, U17, ku shumë shpejt do zhvillohet në kampionati evropian në Kosovë, ku në këtë kombëtare marrin pjesë 3 shkodranë. Pra, është Antoninoja, është Ensari, është edhe Samueli. Këto sportistat janë në perspektivë, që janë sportistat një rrugë të marrë, ku duhet të vazhdojmë punën dhe të ecim përpara. Të kthehemi tek Antonino Mullisi, aty ku ju jeni përqendruar së bashku edhe me djalin tuaj, Samir Laçja, të cilët tashmë janë një dyshe e sfikator, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në arenën ndërkombëtare. Me Mullisin do të jeni në botëror shumë shpejt. Mullin tjetër jena në Kolumbi, ku i vetmi që përfaqëson Shqipërinë është Antonino Mullisi, ku aktualisht jena në treshen e botës dhe shpresojmë që të kthejna me medalje në botë. Antoninoja, gjithashtu dhe Sajmiri si kampion në Shqipërinë, pretendojmë që shumë shpejt do zhvillohet dhe kampionati U20 në Shqipëri, ku do t'jetë përfaqësues si Sajmiri dhe Antonino, që shpresojmë të marrim medalje dhe t'jena në sportistat elitar të Shqipërisë. Ndërkohë me keni thënë më herët se Shkodra dhe Peshqitja Shkodrane po përgatitet për një kupë të veçantë që do të zhvillohet në Shkodër, në ndërim dhe respekt të mjesit të madh Asim Birinova, emrin e të cilit mban palestra juaj. Por kënaqësi që një mjeshtër që është aktiv, jeton, është shumë pranë ekipit tuaj, i dedikohet kjo kupë. Po, çdo gjë tashmë që si sportist me profesor Asimin, unë kam rrugën dhe vazhdoj rrugën po me të madhin Asim Birinova, ku për nerë të këtij gjigantit të peshqëngritjes do zhvillohet shumë shpejt në Shkodër kupa për nerë të Asim Birinovës, i cili është pjesëmarrës çdo aktivitet, në çdo seancë stërvitore, është bashkëpunëtor, vazhdon, është rreth 70 vjet në sport. Si sportist, vazhdon si trajner, është zëvendës president pranë federatës, është një person që e meriton që ti bëhet një aktivitet për nerë ti.
Profesor Laxha, për ta mbyllur sukseset rradhazi me grup moshat U15, U17, me U20 janë një dyshmi e qartë se tek vllaznia po rritet një brez i artë. A është ky një paralajmërim se shumë shpejt do të jetë një vllazni kampione edhe për të rriturit? Pa diskutueshme, ne momentalisht jena vendi i tretë në Shqipëri me të rritunit. Pra me këtë brez që po rrisim, ne jena pa diskutueshëm shumë shpejt ku shpresojmë që bashkia ta shikojnë fije dhe buxhetin e peshqëngritjes, masi lënë shumë për dëshiruar, masi kena sportista elitar, jena vetmi ekipin në Shkodër po thojmë që kena 2 sportista medalista në Europë. Dhe do jemi shumë shpejt dhe medalista i botës. Profesor, edhe njëherë urime për sukseset arritura, sidomos për titullin e fundit kampion vllaznia U17 dhe sukses në vazhdimsi. Falenderoj shumë, zoti Gaspar.